LDK-ja tërhiqet nga çdo kërkesë për pozita dhe merr përsipër të kontribuoj pa asnjë përfitim politik në shmangjen e krizës aktuale. Jemi të gatshëm të bisedojmë me bindje të plota për zgjedhjen e një presidenti që mbron interesat e Republikës. LVV nuk ka asnjë nevojë të vënoj për asnjë ditë më konstituimin e Kuvendit të Kosovës dhe formimin e qeverisë. Republika e Kosovës, siç e dini gjithë tashmë, po kalon për një prej periudhave më të rënda të pasigurisë politike dhe institucionale. Tensionet e vazhdueshme politike, përplasjet e papranueshme dhe gjuha që nxit urrëtie e ndarje po e dëmtojnë rënd jetën publike, derisa institucionet që duhet të garantojnë rend, duhet të garantojnë stabilitet dhe përfaqësim demokratik vazhdojnë të mbeten jo funksionale. Në këtë vijë dhe ngjarjet e djeshme në Kuvendin e Kosovës shpërfaqin më së rëndi gjendjen me cilën dhe në të cilën është Republika e Kosovës. Zvarritja ndërsa e konstituimit të Kuvendit dhe tejkalimi i afateve kushtetuese, ato afate tashmë të qarta, nuk janë më vetëm mosmarrëveshje ndërmjet partive politike, ato përbëjnë një paqartësi të rëndë kushtetuese dhe po e fusin vendin në një terren të rrezikshëm të pasigurisë juridike. Për LDK-n, Kosova, Republika jonë, s'mundet mbet peng i ambicieve partijake, as i protagonizmave individuale më pak i betejave për pushtet pa kufizuar. Po ashtu për LDK-n, kapërcimi i kësaj gjendje kërkon maturi politike, respektim të rendit kushtetues dhe angazhim serioz për rikthimin e funksionalitetit institucional. Ne nuk do të lejojmë që fati i Republikës lidhet me kërkesat tona për të marrë përgjegjësi institucionale. Prandaj, për të çliruar procesin nga çdo alibi dhe për t'i hapur rrugë zgjidhjes në interes shtetëror të Republikës dhe kushtetutën e saj, që e përfaqëson unitetin e popullit dhe ushtron përgjegjësinë kushtetuese, përfshir udhëheqjen e politikës së jashtme, duke mbrojtur interesat e shtetit dhe interesat vetëm të Republikës. Le ta therrasin menjëherë seancën konstituive. LDK-ja e ka bërë tashmë zgjedhjen e vet. Kemi zgjedhur Republikën para pozitave, stabilitetin para interesit partijak dhe dinjitetin para pjesëmarrjes formale. LDK nuk është as dekor i pushtetit, por as alibi për dështim.